Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut të lëshanuhu, ata e falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Salate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do vazhdojmë me komentimin e surës Yusuf, e që sonte inshallah do të ndalemi tek ajeti 30-31, po edhe nësa në mbetet koha edhe ajetet e mëtejme, ku konkretisht do të ndalemi tek tema duke e pa bukurinë e Jusufit a.s. gratë i pren duart. Allahu xhaleshanuhu në ajetin e 30 të surës Yusuf thot: "Wa qala niswatun fil medinati imra'atul azizu turavidu فتها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين." Një grup nga gratë e qytetit thanë: gruaja e zotriut e ministrit i vërsullet marrëzisht shërptorit të vetë, atë e ka kaplu një shpirt dashuria, e ne jemi të bindura se ajo është një humbje të hapt. Allahu i lartësuar na njofton se lajmi për ngjarjen në shtëpinë e ministrit u përhap qytet me shumë shpejtësi. Njerëzit filluan diskutojnë, flasin rreth tij. Disa nga gratë e qytetit thanë: gruaja e zotriut e ministrit i vërsullet marrëzisht shërptorit vet. Atëherë e ka kaplu shpirt dashuria, e ne jemi të bindura se ajo është me një humbje hapt. Gratë në Egjipt filluan flasin me nota qortuese dhe sjelljes së gruas së ministrit. Ato e vlerësuan sjelljen e saj si një turpsi, si një mangësi, si një punë të papranueshme. Ata thonin me njëra tjetrën, bisedonin me njëra tjetrën se gruaja e zotrisë është vërsul shërptorit vet. Si është e mundur që një zonjë shkoje me shërptorin e vet, asaj i ka hi vetja në huj. E shegaf në gjuhën arabe është dashnia vrasëse. Pastaj thanë me siguri që ajo ka humb veten e saj me këtë punë që e bani, me këtë vepër që e bani. Ajo po tregon se ka ra shumë poshtë, ajo ka ra në nivelin e vet. Ajo e ka prish nivelin që duhet ta posedoje një grua e posaçërisht gruaja e ministrit të asaj kohe. Allahu xhaleshanuhu vazhdon dhe thot: kur ajo i dëgjoi përshpëriqet e tyre, i dërgoi shërptorët e tjerë që t'i thrasin ato, përgatiti vend mbështetje dhe secilës prej tyre ja u dha nga një thik dhe ju tha: dil para tinve. Kur e pan ata
u tronditën dhe i prejnë durë të tyre dhe thanë, Allahu t'i qofshin falë, ky nuk është njeri, ky nuk është tjetër vetëm se do një melek i lartë. Duke ju referu grave të Egjiptit, cilat po flisnin për gruan e ministrit dhe ndodhin e saj. Allahu Dhul Gjelal përdor fjalën me krihinne që do thot intrigën e tyre. Pra, thashethamet e grave ishin intrig, ishin përprekje, tinëzare, për më arrit që ta shishin edhe ato Jusufin alayhi selam. Pasi ata dëgjun për bukurinë e tij të rrallë. Ata vazhdimisht e përgojojnin gruan e ministrit me fjalë të ndryshme, ndërmjet këtyre fjalë thumbuse, me qëllim që të arrin atje ku kishin dëshirë. Pra, me fjalë tjera, edhe këto dojshin të atakojnë Jusufin a.s. Dhe me të vërtet, gruaja e ministrit i ftoi ata për një gosti, ku secilës i kishte përgatit enkas vend posaçëm. Ajo përgatiti për to dhe ushqim posaçëm. Ushqim ku duhej patjetër të përdorej thika, si dhe kishte përgatit fruta të ndryshme e kështu me radhë. Allahu Dhul Gjelal na tregon e thot çdo njarës prej tyre va nga një thikë. Do me thonë, ajo planifikoi një kurth edhe më të madh se ai i tyre dhe ju tha Jusufit a.s. dil tash para tyre. Kur e pan ata ngelën shtangura nga bukuria që i kishte Jusufi a.s. sa që e harun thikat që i kishin durë të tyre, i prejnë edhe durët. Ata u mahnitën betën pa fjalë nga ajo bukuri që se kishin pa ma herët. Bukuri e cila nuk ishte shembull deri në atë kohë. Ato gjersa i prisnin gishtat zbashku me frutat e tyre që i kishin dorë, fare nuk e ndin dhimbjen, por kur fillon të ndin dhimbjen, u habitën, u mahnitën. Atëherë gruaja e ministrit ju drejtu dhe ju tha, ju vetëm se me një shikim që ja bot ati përfundut në këtë gjendje, si pra më qërtojni mu, dhe pastaj thanë, Allahut i qofshin falë, ki nuk është njeri, ki do tjetë dë një melek fisnik. Zatën lëzër të ndershëm besimtar, vazhdimisht kur dodhin të gjana, se cili mundohet të shfajsoj e vetin, se cili mundohet mos t'i loj vetit faj, se cili mundohet që të shfajsot, edhe në këtë rast, edhe këto gratë u mundun të shfajsojnë vetë vetën e vetë, duke thonë fjalë se ki nuk mund tjetë njeri, ki nuk mund tjetë prej njerëzve, ki me siguri është dhe një melek që e ka dërgu Allahu Xhaleshanuhu. Nuk qërtojmë as pak për atë që ti e ki kalu pas asaj që e pa në mo. Jusufi, si që dihet, si pejgamberi Zotit Xhaleshanuhu, ishte dhënë një bukuri e rallë, si që thuhet në hadithin e Isras, kur ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot se ati ishte dhënë gjisma e gjithë bukurisë. Konkretisht, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thuhet, pejgamberi alaihi salam kaloi pranë Jusufit në qiellin e tretë dhe tha, ati i është dhënë gjisma e gjithë bukurisë, dërsa Hamad ibn Salleme përcjell nga Thabiti e ky nga Enesi radiallahu anhu se
Muhamedi sallallahu alaihi vesellem ka thonë, Jusufit dhe nanës tij ju dha gjysma e gjithë bukurisë. Për këtë arsye, gratë e Egjiptit thanë, Allahut i qofshin falë, ky nuk është njeri, ky duhet të jetë ndonjë melek fisnik. Atëherë ajo tha, ja ky është ai për të cilën ju më fajsut. Ajo i thoshte këto për me shfajsu vetën për punën që e bani, për veprën që e bani. Kështu ajo, sikur po thoshte se është mase e natyrshme që një njeri i tillë dëshironte atë fort. Pra bukurin e përsosshmërisë së tij, kushdo është i pafuqishëm për ta duru. Unë u përpoqa ta tundoja ata, por ai u përmbajt fort. Kto e kishte fjalën për Jusufin a.s. Kjo vetë përmbajtje e Jusufit a.s., refuzimi i Jusufit a.s., ishin tregues të bukurisë së tij shpirtërore. Tek Jusufi a.s. këtë rast u bashkuan bukuria trupore dhe bukuria e moralit, bukuria jashtme dhe bukuria e brendshme. Pastaj ajo e kërcënoi Jusufin a.s. që të arrinte qëllimin e saj. Por nëse nuk bën atë që të urdhnoj unë, ai do të burgoset, ai do të poshtrohet. Pas këtyre fjalëve, Jusufi a.s. kërkoi mbrojtje, kërkoi strehim tek Allahu xhaleshanuhu nga kurthi i kësaj grue dhe nga intrigat e kësaj grue. Jusufi a.s. tha, o Zoti im, pëlqej ma shumë burgun se sa ata ku më ftojnë këto. Kurse si nuk do ta zgjedh poshtërsinë, e nëse më duhet të duroj, do ta duroj burgun. Nëse ti nuk e largon kurthin e tyre prej meje, unë mund të prirem drejt tyre e të hyj në radhën e njerëzve të padijshëm. Nëse më le të mbështeten në vendin tim, o Zot, atëherë unë jam i pafuqishëm për me rujt vetën time, sepse unë mund t'i baj dëm vetës time. Duke me mendu të bëj mirë, në këtë rast mund të baj vetëm dëm. Vetëm se ti je ai i cili më dhuron fuqi, Zoti im i dashur. Ti je i vetmi ndihmues që më ndihmon në këtë moment. Tek ti i kam shpresat, tek ti mbështetem, o Zot. Mos më lejo që të mbështetem forcat e mia, sepse kështu mund të jem nga ata të humburit, mund të jem nga ata të paditurit. Kështu Allahu xhaleshanuhu i ofroi një mbrojtje madhështore, duke e bërë të qëndrueshëm ndaj kërcënimeve të gruas së ministrit. Jusufi a.s. ishte i gatshëm që ta përballonte burgun se sa të binte në provokimin e gruas së këtij ministri. Ky ishte niveli tepër i lartë i moralit të Jusufit a.s., sepse dihej që Jusufi a.s. në atë kohë ishte në kulmin e moshës së dëshirave të tij. Jusufi a.s. ishte djalosh i hishëm, në burrinë dhe freskinë e tij, që ftohej nga një zonjë shumë e bukur, e pasur dhe e pushtetshme. Megjithatë, Jusufi a.s. zgjodhi vujtjen, zgjodhi burgun përkundrejt poshtërsisë. Këtë e bëri vetëm nga friga ndaj Allahu xhaleshanuhu, ndaj respektit ndaj Allahu xhaleshanuhu, si dhe me shpresën për shpërblimin nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Në dy sahihet vjen hadithi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një rast ka thonë, Allahu xhaleshanuhu do ta shtin në hijen e tij 7 grupe njerëzish
atë ditë, kur nuk do të ketë hije tjetër veç hijës së krijuar nga ana Allahu xhaleshanuhu. Dhe në mesin e 7 grupeve e përmendi një burr të cilin e fton për imoralitet një grua e pushtetshme dhe e bukur, por ai thot unë kam frikë Zotin e botrave. E Allahu xhaleshanuhu e pranoi lutjen e Jusufit alayhis salam dhe ja largoi kurthin e tyre. Vërtet Allahu xhaleshanuhu dëgjon dhe din gjithçka. Çdo mend se edhe këto ajete kuranore kanë mësime të cilët duhet t'i marrim secili prej nesh. Fillimisht, duhet ta dim prej mësimeve që i marrim nga kjo ndodhi, nga kjo ngjarje, është se tiranët dhe pushtetarët e padrejtë vazhdimisht, në çdo kohë, në çdo moment, ndërhin tek jeta e njerëzve për me i detyru njerëzit e drejtë që të dorëzohen. Njëherë fillimisht ata sillen me butësi. Pastaj duke ju premtu atyre edhe ndihma dhe mbështetje të ndryshme, me qëllim që t'i joshin, me qëllim që t'i kenë në kontrollën e tyre. Momentin që e shohin që s'u kontrollojnë, atëherë fillojnë ta përdorin kërcënimin, qoftë edhe me jetë. Arsyeja është shumë e qartë. Ata dëshirojnë që t'ja arrijnë qëllimin dhe nuk ju intereson mënyra. Me fjalë tjera, për me arrit qëllimet e tyre, ato pranojnë përdorin lloj-lloj metode, sikurse rasti i gruas së ministrit me Jusufin alayhis salam. Vetëm e vetëm që t'ja arrije qëllimin e saj, i boni të gjitha këto dredhi, mirë po Jusufi alayhis salam e tregoi anën e tij pozitive dhe sot, në këtë ditë të sotit dhe deri në ditën e Kiametit, Jusufi alayhis salam do të përmendet për punë të mirë, Jusufi alayhis salam do të përmendet për një njeri i cili e ka ruajtur moralin e tij, Jusufi alayhis salam do të përmendet si një njeri i cili ka qenë rrugën e drejtë, kurse gruaja e ministrit do të përdoret deri në ditën e Kiametit si një lajkatare. Do të përmendet një grua e cila u mundu t'i boje intriga Jusufit alayhis salam dhe të përdoret vazhdimisht për të keqe. Asnjëherë nuk do të përdoret, nuk do të përmendet për një punë të mirë. Kurse ne vëllezër të ndershëm besimtar, i kemi në durët e tona të mirën edhe të keqen. Mund në jetën tonë të përdoremi dhe të përmendemi për punë të mirë, sikurse Jusufi alayhis salam, por mund edhe të arreshtojmë vetveten tonë sikurse bashkëshortja ose gruaja e këtij ministrit për të keqe. Domethënë kjo është në durët e tona. Krejt na jemi të lirë se ku mund ta drejtojmë vetveten tonë, ose ku mund ta udhëzojmë vetveten tonë, ose ku me çka mund ta identifikojmë vetveten tonë. Pastaj për mësimeve që i marrim nga kjo ngjarje është se tu mund shtrohet edhe pyetja përse Jusufi alayhis salam e pranoi kërkesën e gruas së ministrit që dilte përpara grave të Paris në këtë gosti e cila u organizu për hir të gjunait, për hir të mëkatit, apo për ta shfaqësuar një grua gjunaqare, një grua mëkatare si që ishte gruaja e ministrit. Si që dim, Jusufi alayhis salam ishte një djalosh i cili ishte i blem dhe e kishte detyrë të shërbente në këtë kështjell, në këtë ministri. Gruaja e ministrit e shfrytëzoi këtë rast dhe e përdori si dredhi që t'ja u sillte ushqimin, për shembull, të ditën këtë plan dhe kurth të grave Jusufi alayhis salam. Kur'ani famëlar thuhet dhe i tha Jusufit dil para tyre, që tregon se ai nuk ka qenë jashtë, por për një nga dhomat afër dhomës së gustisë, siç ishin dhe siç janë kuzhinat e sotshme, për shembull. Kur njeriu bie prej vështirësive
dhe ngjarjeve që e çojnë atë në buzë greminës, atëherë ai duhet mbështetet tek Allahu xhaleshanuhu. Duhet të drejtohet me lutje vetëm Allahu xhaleshanuhu. Duhet kërkojë ndihmë vetëm nga Allahu xhaleshanuhu. Nëse nuk e fiton mëshirën dhe ndihmën Allahu xhaleshanuhu, njeriu nuk është në gjendje që të kryje asnjë punë, që të kryje asnjë vepër. Kjo është një mësim që na mëson Jusufi alayhis salam, pasi vetë ai thot, nëse ti nuk e largon prej meje dredhin e tyre, unë do të prirem drejt tyre dhe do të bëhem nga ata që nuk i din ligjet e tua. Dhe përfundon lutjen Jusufi alayhis salam: o Zoti im, ti ai që më mbron dhe unë nuk më shtetëm vetëm se në forcën time, aftësinë dhe devotshmërinë time. Që do thot vëllezër të ndershëm besimtar, edhe ne duhet të marrim një shembull nga Jusufi alayhis salam. Asesi mos të mbështetemi në forcën tonë, asesi mos mendojmë në aftësitë tona, asesi mos mendojmë në devotshmërinë tonë, asesi mos mendojmë në ibadetet tona, asesi mos na rritet menja se na 5 vakt namaz falmi dhe neve nuk na kap mëkati. Asesi mos mashtrohemi se na mitmi të shpërnda sadaka dhe mos na kap mëkati. Asesi mos mashtrohemi se ne agjerojmë Ramazanin ose kemi agjeru 40 Ramazana, 50 Ramazana, 60 Ramazana edhe mu u kry puna, jo. Asesi mos mashtrohemi këtu, por vazhdimisht duhet ta lutim Allahun xhaleshanuhu, sepse mbështetje më të madhe duhet kemi tek Zoti dhul xhelal. Ne duhet t'i bojmë Ramazanet tona, ne duhet t'i bojmë namazet tona, ne duhet t'a bojmë takvan tonë, devotshmërinë tonë, por përsëri mbështetje duhet kemi tek Zoti dhul xhelal. Kjo do më thosh është rruga që na e mëson edhe Jusufi alayhis salam. Bashkarisht të lutim Allahun xhaleshanuhu që kemi nga ata të cilët i kryjm ibadetet ashtu siç na mëson Allahu xhaleshanuhu dhe siç na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Duke lutur Allahun xhaleshanuhu që ibadetet tona që i kemi bërë deri më sot, Allahu xhaleshanuhu inshallah na i ka pranuar. Sifiret tona, Ramazanin ton, iftaret tona, dhikret tona, sadakat tona, të metat tona, Allahu xhaleshanuhu dhasht, Zoti xhaleshanuhu që na i fal, na i mblon të gjitha të metat tona në ditën kur kemi nevojë për ndihmën e krijuesit ton, për ndihmën e Allahut xhaleshanuhu. Bashkërisht lutim Allahun xhaleshanuhu që të vdekurit ton Allahu xhaleshanuhu t'i mëshiron. Leshet tonë Allahu xhaleshanuhu t'i forcon, rinin tonë Allahu xhaleshanuhu në rrugë të mbarë ta drejton dhe ta udhëzon. Ki din vëllezër të ndershëm besimtar, inshallah do të ekziston dhe në ditën e Kiametit. Lumi ai i cili e shijon këtë din, lumi ai i cili është pjesë e këtij dini, mirë ai i cili nuk e shijon këtë din, mirë ai i cili nuk e shijon namazin, mirë ai i cili si shijon Ramazanin, mirë ai i cili si shijon këtë ezan, mirë ai i cili vetëm vjen sa përsi e faqen në xhami, mirë ai i cili sa përsi e faqen në Ramazanin, mirë ai sa përsi e faqen ju ndihmon fukarave. Ta pastrojmë jetën tonë vëllezër të ndershëm besimtar, sepse Allahu xhaleshanuhu i di edhe thellësitë e zemrave tona. Inshallah i kemi të pastra. Elhamdulillahi.